Nuk e di se kur të bëhet bilanci vjetor, nuk e di se çfarë do të kishte pozitive. Po të mërë. Kandidimi zotit Lauka ka përmbush 2 kërkesa të partive opozitare. Lauka Njufta. E para ka qenë kërkesa që partitë opozitare kanë kërkuar që nuk e duan kryeministrin Albin Kurtin. Dhe e kanë këtë e kanë thënë vazhdimisht, e kanë shpreh, e kanë mbështet, edhe e kanë për maslimin e votave për shku për formuar qeverinë Kurtit 3. Dhe e dyta është që Konjufca është thirrur dhe dërtrokitur nga partitë opozitare, kryesisht nga PDK-ja, disa herë ku ishte kriza për zgjedhjen e kreut të kuvendit, ku kanë bërë ftesë në mënyrë publike që ktheheni Glau Konjufcën për kandidim në kryet të kuvendit dhe ne votojmë dhe kriza kalon. Dhe afërsia e tij individuale, bashkëpunimi i tij si kryetari i kuvendit, miqësia që ka më shumë deputet të PDK-s, ngrohtësia në takimet e tij që ka zhvilluar edhe në komision, jashtë komisioneve, jashtë parlamentit, duket që ka një agjendë paraprake të përgatitur nga Glau Konjufca që mund të ketë më shumë vota dhe mund të ketë më shumë mundësi dhe janë disa parametra. Ka një deklarim të partive Lidhja Demokratike PDK-ja që nuk kemi vota as për Glau Konjufcën. Si do t'i thej gardhët figurativisht të këtyre subjekteve politike? Po faktikisht Glau Konjufca për të marrë... Konjufca i ka gardhët e hapura të PDK-ja. I ka gardhët e hapura të PDK-ja? Jo të LDK-ja, po të PDK-ja ka gardhët e hapura. Me dur trokitje. Argumentimi është? Argumentimi është sepse aty shumë deputet e PDK-s kanë da dhe veprimtarin e tyre politike, miqësore, njerëzore, i ka Glauku shumë të afërta me PDK-n. Dhe mund të jetë një votim i ngjashëm me zotin Basha, ku skenarët e Kurtit nga njëherë nga lëvizje të gurëve të shat në mënyrë të çrregullt, dalin që mund të vendosen aty ku duhet dhe mund ta marrin një mandat, siç thotë vetë partia e zotit Kurti, vetë vendosin një mandat të shkurt, 6-8 ose më pak kohë ose një vjeçare sa të kalojë një krizë politike, dhe duket që mundësit janë shumë të mëdha të zotit Konjufca për kryeministin sa zotit Kurti në rrethana që jemi. Për zgjedhje prakoshme. Vota konsideroj që për qeverinë nuk japet mbi bazën o vlla mi vota, to mi kam i vota. Ky negocion Maloku, ky negocion dire ky ka nisë negociata me PDK-n, me nismen dhe me deputetët e tjerë për formimin e qeverisë. Në qoftë se ai merr brenda afatit, unë shpresoj dhe mendoj që brenda afatit kushtetues ky arrin me kriju kurumën e vet për arritjen e votave, 61 vota. Vetë, sepse ky është kandidati që e merr mandatimin. Dihet që nëse mund të plotësohen disa kushte të tjera, të cilat zoti po them kryetari nisme se zoti Lima i ka kërkuar në negociatat e forta, dhe ky ka dorën e lehtë tani të negociojnë për të ofruar këto kushte, sepse në qoftë se ky ofron 2 portofolë të fuqishme dhe një gjysmë portofol zotit Limaj ose edhe hapësia të tjera, Limaj automatikisht mund shkojnë në një koalicion të mundshëm. Koalicioni tjetër çështje. Në një koalicion, po them, ose në qeverinë Kurti. Dhe kjo është hapësirë që mund krijohet duke që ka përmisa shumë më shumë dhe është kandidati më i mundshëm. Rrethana që jemi i lëvizjeve vendosje për ta marrë postën e kryeministrit, pasi ka qenë edhe kërkesë edhe LDK-s dhe aleancës që ne nuk dom Kurtin kryeministrit, të tjerët janë të bërë. Ka qenë më shumë kjo çështje lëvizjeve vendosje. Unë kam thënë në momentin para pak ditësh që do të doja në fakt të dalim nga ky proces, nga ky ngërç, edhe do të doja në fakt nëse do kalohet edhe si kryeministri zoti Glau Konjufca. Por duhet jemi korrekt. Partitë opozitare nuk kanë thënë që kemi probleme